Është artikulu shumë kjo pjesa që unë nuk kam marrë pjesë në fushat, sepse ngela isha i qef mbet në lidhje me listën për deputet. Tashi do ju dekonspiroj një takim timin me Sali Berishën në një ditë përpara daljes listës. Jam taku dhe më ka thënë që jam në vështirësi, sepse kuota gjinore, aleatët më kanë vënë vështirësi, domethënë edhe gjithmonë në çdo takim duke më falendëruar me superlativa për gjithë punën e bërë. Edhe me sa po ndodh me fjalë duket që s'ka qenë sinqert. Jam i kam thënë unë doktor, po ju flas fjalë për fjalë, po ju them një realitet. Doktor, unë nuk kam lind deputet, nuk më prishet fare me fjalë, puna është ne të shkojmë drejt fitores dhe të bëjmë punë partie. E kam kapë në qafë dhe kam dalë nga zyra. Ky është fakt, le ta mohojnë këtë gjën. Por ka diçka tjetër atëherë, me që po ngacmoni kjo pjesë e kandidimit. Unë si ish drejtues i lartë i Partisë Demokratike, i kam shku Sali Berishës dhe në dienin time kanë shku dhe tjerë mas meje. Dhe kam bërë sugjerimet e mia në lidhje me drejtuesin politik, në lidhje me mënyrën se si duhet funksionojë dega që partia e Durrësit kthehet fituese. Sali Berisha bëri të kundërtën dhe kjo është arsyeja kryesore që ata thonë, domethënë janë nisen edhe artikulojnë që Dritan Burgia nuk mori pjesë në zgjedhje.